Agim Gjindoli është një nga biznesmenët më të rinj në vend, që duket se është angazhuar fuqishëm në tregun e tenderave publik. Edhe pse i futur rishtasi në treg në krahasim me të tjerët, biznesmeni ka rrëmbyer edhe vëmendjen e kryeministrit Edi Rama, i cili e ftoi dhe në podcastin e tij. Aso kohë Gjindoli kishte vetëm një kompani për punim mermer granit. Gjatë gjithë bisedës me të parin e qeverisë, Gjindoli u etiketua nga kryeministri si biznesmen i djathtë. Ndërsa Gjindoli nga ana e tij tregonte se si kishte ngritur një biznes në nivel ndërkombëtar me gurin dhe mermerin dhe se ka 110 të punësuar. Për sa u përket pagave në fabrikën e tij, Gjindoli tha se janë konkurruese me Evropën, por bumin e suksesit duket se ka pasur në vitin 2022, kur ka hapur edhe 4 kompani të tjera, një në muajin maj dhe 3 të tjera në korrik. Një vit më pas, pa ndonjë eksperiencë më parshme, ai mori leje nga Këshilli i Ministrave për të ndërtuar një park fotovoltaik në fshatin Allprenajn të Lushnjës, tokë të cilën e ka marrë me vlerën 28.968 lekë për hektar. Edhe pse tenderin e ka marrë tashmë, aso kohe Open Procurement e kishte sinjalizuar me flamur të kuq. Kjo për shkak se në garë ishte vetëm kompania e biznesmenit nga Lushnja. Praktikisht ai ka fituar ndaj vetes, por garën dhe fitoren ndaj vetes e ka pasur edhe në raste të tjera. Në vitin 2016, me kompaninë për punim mermer granit SHPK, ai ka marrë tender për memorialin e ishte përndjekurve në Savër dhe memorialin Loni Dhamo. Në nëntor të vitit 2024, ai u shfaq në krah të kryebashkiakës së Lushnjës, Eriselda Sefa. Të dy, siç duket edhe nga fotot e publikuara në rrjetet sociale aso kohe, inspektonin disa punime rrugësh, por nga mënyra e qëndrimit, dukej sikur në fakt është Gjindoli ai që drejton dhe është i pari qytetit e jo Sefa. Nëse dikush nuk do ta dinte postin që ajo mban për një mandat të dytë tashmë, duket sikur ajo raporton para tij për investimin që Gjindoli vet e ka marrë përsipër që të kryej.